Allahu i madhëruar është El Fattah, hapësi çdo mirësie, dhe në dorën e tij është suksesi. Ndër gjërat më madhështore që forcojnë imanin, e qetësojnë zemrën dhe e drejtojnë jetën e njeriut, është njohja e Allahut përmes emrave dhe cilësive të tij. Allahu i lartësuar thot: "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Të Allahut janë emrat më të bukur, prandaj lutjuni atij me ato emra. Ndër këta emra madhështor, të cilët mbartin kuptime të thella dhe ndikim të madh në jetën e besimtarit, është edhe emri i bekuar El Fattah, hapësi i mirësive. Padyshim që Allahu i madhëruar është El Fattah, hapësi i mirësive, dhe vetëm prej tij buron çdo mirësi dhe çdo sukses. Ky emër nuk është thjesht një fjalë që shqiptohet me gjuhë, por është besim dhe bindje që duhet të rrënjoset thellë në zemrën e besimtarit. Kur themi se Allahu është El Fattah, hapësi i mirësive, ne besojmë se çdo mirësi dhe bekim vjen prej tij, çdo zgjidhje vjen prej tij, çdo hapje e rrugëve është prej tij dhe çdo sukses është vetëm në dorën e tij. Ky emër madhështor është përmendur në Kuranin famëlar. Allahu na tregon për duan e profetit Shuaib alayhi salam: "Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khayrul fatihin." O Zoti ynë, shpalose, hape mes nesh dhe mes popullit ton gjykimin tënd të drejtë, se ti je më i miri që i hap dhe i shpalos çështjet. Po ashtu në ajetin kuranor në suren Sebe, Allahu i madhëruar thot: "Qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi wa huwa al fattahul alim." Thuaju, ne do të na mbledh Zoti ynë në ditën e gjykimit, pastaj ai do ta hap çështjen mes nesh për gjykim me drejtësinë e tij absolute. Ai është hapësi, zbërthyesi i të gjitha çështjeve, i gjithdijshmi. Nga ky emër kuptojmë se Allahu hap dhe shpalos të vërtetën, ai gjykon me drejtësi absolute, hap dyert e mëshirës dhe të furnizimit dhe cakton fatin e robërve të tij me urtësi të përsosur. Allahu i madhëruar thot në Kuranin Fisnik: "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim." Begatit që Allahu ua hap njerëzve nga mëshira e tij, askush nuk mund t'i ndalë ato. Dhe ato që ai e ndal, nuk ka kush që mund ta lirojë përveç tij. Ai është ngadhënjuesi i urti. Ndalu pak dhe mendo, nëse Allahu ta hap një derë, cili është ai që mund ta mbyll atë? E nëse Allahu ta mbyll një derë, cili është ai që mund ta hap? Kjo është arsyeja pse zemra e besimtarit lidhet fort vetëm me Allahun. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Dije se sikur i gjithë populli të mlidhej për të bërë një dobi, nuk do të bënin dot dobi, përveç asaj që Allahu ka caktuar për ty. Edhe nëse të gjithë do të mblidheshin që të dëmtonin diçka, nuk do të arrinte të dëmtojnë, përveç asaj çfarë Allahu ka shkruar për ty." Ky hadith rrënjos në zemër një të vërtet madhështore. Suksesi nuk është në dorën e njerëzve, por në dorën e El Fattahut, hapësit të mirësive. Allahu është El Fattah në çdo aspekt të jetës. Ai hap zemrat për iman, ai hap mendjet për dituri, ai hap rrugët për furnizim, ai hap dyert e pendimit për gjunahqarët. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka mëkatuar gjatë ditës, dhe e shtrin dorën e tij të mëshirës gjatë ditës që të pendohet mëkatari i natës." Sa e madhe është kjo derë, dera e pendimit është gjithmonë e hapur. O ju që kërkoni sukses, dijeni se nuk do të arrini asgjë pa ndihmën e Allahut. Nuk do të arrish dituri të dobishme, nuk do të kesh një zemër të pastër, nuk do të përfitosh moral të bukur dhe nuk do të jesh i suksesshëm në kryerjen e adhurimeve, përveç se nëse Allahu ta hap
rrugën. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kur Allahu dëshiron mirësi për një robin e vet, i jep atij dituri fetare. Të parët anë të mirë thoshin: prej shenjave të suksesit është që Allahu të hap dyert e veprave të mira. Po ashtu kanë thënë, morali i mirë është dhurat nga Allahu. Kur ai e do dikënd, e zbukuron me sjellje dhe moral fisnik. Të nderuar besimtar, sa njerëz dëgjojnë këshilla, por nuk ndryshojnë. Sa njerëz e njohin të vërtetën, por nuk e ndjekin, nuk e pasojnë atë. Kjo sepse zemrat e tyre nuk janë hapur ende. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin fisnik: Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Ati që Allahu ja ka zgjeruar kraharorin për besimin islam, ai është në një dritë të sigurt prej Zotit vet. Mutarrif ibn Abdillah thoshte: sikur të gjitha mirësitë ti kem të ekspozuara para meje, nuk do të mund të vendosja asgjë prej tyre në zemrën time, nëse Allahu nuk i vendos atë. Të nderuar besimtar, nëse e kupton se Allahu është El Fattah, qelësi dhe hapësi i mirësive, atëherë kupton se arma jote më e fortë është duaja, është lutja e sinqertë drejtuar Zotit të gjithësisë. I dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: duaja, lutja është vetë adhurimi. Dhe pastaj lexoj fjalën e Allahut të madhëruar: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dhe Zoti juaj ka thënë: lutmuni mua e unë do t'ju përgjigjem. Me të vërtet ata që tregohen mendje mëdhenj ndaj adhurimit tim do të hyjnë në xhehenem të poshtëruar. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kur robrit e mi besimtar të pyesin për mua, thuaju: unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet. Prandaj e ti përgjigjen ata thirrjes sime dhe le të më besojnë mua për të qenë në rrugë të drejtë. Në hadithin kudësi gjejmë se Allahu i madhëruar thot: o robrit e mi, të gjithë ju jeni të humbur, përveç atyre që unë i kam udhëzuar, prandaj kërkojeni udhëzimin nga unë dhe unë do t'ju udhëzoj. O robrit e mi, të gjithë ju jeni të uritur, përveç atyre që unë i ushqej, prandaj kërkojeni ushqimin nga unë dhe unë do t'ju ushqej. O robrit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atyre që unë i vesh, prandaj kërkojeni veshjen nga unë dhe unë do t'ju vesh. O robrit e mi, në të vërtet ju bëni gabime ditën e natën, kurse unë i fal të gjitha gabimet, prandaj kërkoni falje nga unë dhe unë do t'ju fal. Lutju Allahut, se duaja bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Profeti ynë i dashur Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Allahu turpërohet t'ja kthej duart bosh robit të tij kur ai i lutet. O besimtar, mos u mashtro nga shkaqet. Natyrisht duhet të punosh. Puno, përpiqu, kërko, por dije, suksesi nuk është vetëm në përpjekjen tënde, por duhet ndihma e El Fattahut, hapësit të mirësive, duhet ndihma e Allahut të madhëruar, në dorën e të cilit është suksesi dhe të gjitha mirësitë. Sa njerëz janë shumë të zgjuar, por të humbur. Sa njerëz kanë mundësi, por u mungon bereqeti. Sa njerëz punojnë shumë, por u mungon suksesi. Pse? Sepse nuk është hapur dera e suksesit nga El Fattah, nga hapësi i mirësive, ndërsa dikush tjetër me më pak mundësi, me pak dije, me pak fuqi, por Allahu i hap dyert e mirësisë dhe ai arrin suksese e mirësi të shumta. Mos harro, çdo mirësi që ke është nga Allahu dhuruesi im. Çdo derë që të është hapur është nga Allahu. Çdo e keqe që të është larguar
është nga Allahu dhe e gjithë çështja nga fillimi deri në fund është në dorën e Allahut. O Allah, na i hap zemrat tona për iman. O Allah, na i hap dyert e diturisë së dobishme. O Allah, na i hap dyert e furnizimit halal. O Allah, na bëj hapës të së mirës dhe mbyllës të së keqes. O Allah, ti je El Fattah, hapës i mirësive, na i hap dyert e mëshirës tënde, na i hap dyert e udhëzimit, na i hap zemrat tona për ta pranuar të vërtetën. Na zbukuro me moral të mirë dhe mos na lër as edhe për një çast të mbështetemi në vetet tona. Vërtet ti je El Fattah, hapës i mirësive, i gjithdijshmi. Wala haula wala quwwata illa billah. Nuk ka forcë e as ndryshim pa lejen dhe fuqinë dhe ndihmën e Allahut.